është diskutu relativisht gjatë se ka një plasje, nëse mund themi, në NATO. Megjithatë, kjo vizitë tregoi gatishmërinë e NATO-s, se NATO është e përbashkuar dhe e vendosur që të investoj në fazat vijuse për të ruajtur stabilitetin jo vetëm në Kosovë, po edhe në Bosnjë e Hercegovinë, për të ruajtur stabilitetin dhe qetësinë në krahun jugor të saj. Në Bosnjë e Hercegovinë madje ishte edhe më i ashpër për shkak të tensioneve që janë në ajër atje, për shkak të zhvillimit fundit me Dodikun. Po, u përsërit deklarata që ka dhënë në Bruksel dhe njëjta u përsërit në mënyrë të drejtë për drejtë dhe ishte një harmoni edhe me deklaratën që ka dhënë edhe presidenca Trump për faktin se duket është caktuar vizitë edhe sekretarit NATO-s Tajten që do të realizohet në shtëpinë e bardhë dhe kështu ka qenë një lloj dakordimi. Do të shkojë për takim me Donald Trump në SBA. Dhe shihet një kohezion ose një vazhdimsi në bashkëpunimin politikën e jashtme dhe një dakordsi e NATO-s përkundër komenteve që janë dhënë se brenda NATO-s sidomos është debatu shumë dhe analizu deklarata e sekretarit të mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në konferencën e sigurisë në Munich dhe nga ajo kohë është analizu nga ekspertë ndryshëm se mund të ndodhë një qarjen mes NATO-s dhe Bashkimit Evropian përkatësi Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mirë, po kjo jo vetëm që në ka ndorë, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë të interesuara për stabilitetin në Evropë dhe Ballkan. Tani, sa i përket Ballkanit, duhet t'i rikthehemi pak edhe historisë. Ballkani historikisht ka qenë pjesë problematike. Ka kriju 2 lufta botërore dhe sidomos mas luftës ftoftë, luftat që kanë ndodhur në rajonin e Ballkanit dhe kjo histori shumë e hershme dhe fotografia që është shumë e freskët për tragedinë që ka ndodhur në rajonin e Ballkanit, qoftë në Bosnjë, në Kroaci, pastaj edhe në Kosovë, në mënyrë të drejtë për drejtë obligon NATO-n që ka dhënë një kontribut drejt për drejt në largimin e forcave serbe, qoftë nga Bosnja dhe Republika e Kosovës. Kështu që ai investim i cili është bën në mënyrë të drejtë për drejtë erdhë dhe ju tërheq vërejtja edhe kryesisë të Bosnjës dhe Hercegovinës, si dhe u dha mesazhi i drejtë për drejtë edhe presidentes të Republikës Kosovës. Mirë, po çka është bisedu brenda mureve është vështirë tash me komentu, për fakt